Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini përsëri në Pasion Kuzhine. Sot është fundjavë dhe vendosa të kaloj sa më shumë kohë pranë familjes. Por prap një drekë ngrohtë dhe me plot shije nuk mund të mungoj në tryezën tonë. Prandaj sot po përgatis diçka shumë të shpejtë me vetëm 2 përbërës bazik, por që dalin fantastik. Janë pene me krah pule të marinuar, të skuqur e të pjekur në furrë. Le të fillojmë nga puna. Si e shikoni në tikan kam vendosur krahat e pulës, në një tas shtuam 2 lug të gjellës me salcë domate, po të njëjtat lug edhe me kos, i shtuam më pak se një lug çaji krip, piper të zi, rigon dhe në fund fare pak nga kremi i hudhrave. I miksojmë të gjitha së bashku dhe me kremin e përgatitur do lyejmë nga të dyja anët krahët e pulës. Masa është bërë perfekt, ndaj është gati për të lyer krahët e pulës. Me një furç i lyejmë krahët e pulës, ose mund t'i zhysim komplet krahët e pulës në tas, sigurisht nëse tasi do ishte më i madh, unë ashtu do të veproja. Por edhe kështu, për 2 minuta i lyejmë njëherë nga njëra anë, më pas i kthejmë krahat nga ana tjetër, i lyejmë edhe nga ana tjetër. Vazhdojmë të lyejmë edhe nga ana tjetër. Zakonisht këto receta unë i bëj kur dua të përgatis diçka të shpejtë, ose kur dua të dalë dhe kjo drekë përgatitet shpejt. Sigurisht që është më e shijshme se sa përgatitja e makaronave në tenxhere. I shtojmë vaj ulliri dhe direkt në zjarr të ulët për t'i dhënë një skuqje nga të dyja anët. Si e shikoni, kam filluar të skuqem pak. I kthejmë nga ana tjetër edhe qumshti që vloj dhe e kapa në kohë. Po thuaj se gjithmonë më derdhet qumshti. Larguam krahat e pulës dhe shtojmë penet në po të njëjtën yndyrn, i shtojmë pak krip, i shtojmë 1 litër me ujë dhe sipër do vendosim krahat e pulës. Zakonisht për 500 gram pene unë shtoj 1 lug të çajit me krip, pasi krip kanë edhe krahat e pulës. I sistemojmë sipër krahat e pulës. E shplajmë pak pjatën pasi ka pak e ndyrë, ja marrim shumë pak ujë. Dhe direkt në furrë për 20-30 minuta, gjithmonë varet nga furra juaj. Dhe ja, tek është dreka jon gati. Makaronat kanë thithur të gjithë shijen e pulës dhe erëzave, ndërsa krahat e pulës janë pjekur bukur dhe janë bërë tejet të butë. Një recetë e thjeshtë që të kursen kohë në kuzhinë e të lëmë shumë hapësirë për të shijuar me njerëzit e zemrës. Nëse ju pëlqeu kjo ide e shpejtë, mos harroni të bëni një like, të lini koment dhe të abonoheni në kanal për më shumë receta. Ju falenderoj nga zemra që më ndiqni dhe miru dëgjofshim në videon e radhës.